Pastor Driton, me I besu Jezusit është e bukur, e mirë, e nevojshme për jetën, për shpirtin, për të anën. Çfarë ka bëu ty me I besu Jezusit? Edhin, Jezusi ka bërë gjithçka për mua, para se gjithash. Jo vetëm thjesht aq s'm ka bëu kur diçka të keqe. Jo vetëm që s'm ka bëu kur diçka të keqe, përkundrazi. Ai më ka dhënë jetën e përjetshme. Edhin, kur mendoj për Jezusin që do të vijë ose ka ardhur dhe ka vdekur në vend tënd për mëkatet e mia, për fajet e mia. Hey, nuk ka gjë ma të çmuar, ma të vlefshme për një njeri se sa me e ditë, me kuptu, edhe me di që është I falur nga Zoti dhe se dikush e ka paguar për ty. Këtë mund ta ilustrosh në mënyrë më të mirë edhe me terme të thjeshta financiare, kur ti ke një borxh edhe dikush pagun për ty atë borxh. Çfarë çlirimi është ky? E nëse këto e kthen pastaj në terme shpirtërore të jetës së përjetshme, paramendoje, Jezusi ka ardhur, ka vdekur në vend temin, që duke pagu me jetën e vet, ka pagu çmimin që unë të kam jetën e përjetshme. Kaq e thjesht, kaq e bukur, kaq e rëndësishme. Dhe kjo mu më bën, hey, me besu ati çdo ditë të jetës time. Ai pastaj është mbrojtësi im, është ruajtësi I shpirtit tim, ai ka përgatitur vend për mua në qiell, ai më bekon këtu në tokë, është Zoti im, është miku im, është shoqëruesi im, është ai me cilin unë bisedoj, ndonë se nuk e shoh, ai e thirri për ndihmë dhe ai më vjen në ndihmë, e adhuroj, e lavdoj, mbush çdo boshllëk të shpirtit tim, plotson çdo nevojë time shpirtërore, gjithçka që unë kam nevojë si qenje shpirtërore në këtë botë, Jezusi e plotson çdo nevojë time. Dhe prandaj gjithçka që më duhet e gjej në Jezus Krishtin. Dhe po të kisha edhe 30 jetë, edhe 300 jetë, të gjitha do t'i jetoja për to, sepse ja vlen çdo minutë me to ja vlen.